duhet të ketë pajtueshmëri në mes atyre që vendosin dhe atyre që propozojnë. Në këtë rast, është dashur të ketë një kompromis mes subjekteve politike për datën e zgjedhjeve të cilën pothuajse shumica që atëherë kanë qenë 52 deputet me 48 deputet kanë qenë opozita më e madhe se opozita e tashme. Prandaj është dashur të dëgjohet zëri i tyre që të caktohet data sipas kërkesës se partive që janë shumicë. Por kjo nuk ka ndodhur. Dhe është caktu data 28 dhjetor. Dhe pasi është caktu data 28 dhjetor, ç'është dënë me kërku ti konsensus, ç'është dënë me kërku kompromis, ç'është dënë me kërku vot partive opozitore për zgjedhjen e presidentit tash në mars. Kur ti s'ke qenë i gatshëm, atëherë me lëshupe për një dot, tash i kërkon votat me qenë sot. Këtë e bëj mandat 5 vjeçor. Atëherë këtu është problemi që opozita, unë jam i bindur që ata s'kanë ndaj soll hiç. Kush? Opozita. Pra po shkojmë në zgjedhje. Po që ku e keti zgjedhje ose zgjidhje? Po shkojmë në zgjedhje. Do të më shku në zgjedhje sepse... mbajnë me të, Zeqiri. Opozita. Do të shkojmë në zgjedhje. Opozita. Po t'ja ofronte... Kam përshtypjen do të jetë një prej deklaratave të para ku do t'ja shërbej. Po t'ja ofronte presidentja, po t'ja ofronte... Që veç edhe një minut. Po t'ja ofronte presidentja, datën 21 dhjetor, sipas dëshirës dhe kërkesës së partive opozitore, atëherë sigurisht që edhe këta kishin ndajt në sallë. Sepse ne të gjithë, ose partitë e akuzojnë presidentin se ka qenë e njanshme ose e ka mbështet propozimin e lëvizjes vetëvendosje. Dhe mos harrojmë, 28 dhjetori e ka pru situatën ku jemi sot me numërim votave. Jo. Për shkak 28 dhjetori, për shkak festës vitit të ri. Osim ka kontestoj rezultatin. Rezultati është që shka votu qytetori që kjo rezultati është. Nuk e ka kontestoj. Edhe jo pri diasporës, ata ju në shkuju në ratu në përshkjat vita. Diasporës, unë i kom gjysën e familjës diasporës. S'po kontestojmë zgjedhjen, s'po kontestojmë rezultatin, s'po kontestojmë fituar e bindshme. Une, Bili Halo, kam thonë pëse si buni 500.000 vota, se Albini pa i bu 500.000 vota, nuk rahatohet. Pra dhe ka me që vendin vetë zgjedhje. Edhe 27.000 as dizo. Kjo është arsyeja që opozita nuk rënë soll. O do është një dot me